Mirë se erdhët edhe një herë në një testim të FPS-ve këtu te Computer Pro. Sot do të shohim se çfarë performance ofron ky kompjuter këtu në dy nga lojrat më të njohura, CS2 dhe Fortnite. Përpara se të fillojmë me testimin, le të shohim një herë se çfarë parametrash ka ky kompjuter këtu. Ka të montuar një procesor Core i9 gjenerata 12. RAM-i është 32 GB DDR4 dhe ka një hapësirë për 1 TB NVMe. Karta grafike është 3080 Ti 12 GB. Dhe tani le të shohim testimin në praktik. Testin e parë do ta bëjmë në Fortnite në performance mode. Le të shohim se sa FPS ka. Siç mund ta shikoni, FPS qëndrojnë rreth 200 deri në 250. Pra, loja funksionon në mënyrë të qëndrueshme. Tani le të shohim se sa FPS do të kap në CS2. Dhe në CS2 në very high settings, FPS-t janë 200 deri në 250. Pra, performanca mbetet e qëndrueshme gjatë gjithë lojës. Këto ishin rezultatet e këtij kompjuteri në Fortnite dhe CS2. Nëse po kërkoni një kompjuter për gaming apo testime të tjera si kjo, ju ndihmojmë që të ndërtoni atë kompjuter që ju dëshironi që të merrni atë performancë që prisnit. Dhe nëse dëshironi që të shikoni testime të tjera me konfigurime të ndryshme, na thoni në komente dhe shihemi në videon tjetër.